Okej, ne duhet të shkojmë në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë, nuk e di nëse më njofton regjia, kemi gati nga ambientet e KQ-s gazetarin ton Rugovën? Okej, do të shkojmë tashmë në Matës, është Lusi Përgjegje atje, e cila na pret. Lusi, përshëndetje. Albana, të përshëndes edhe unë, atëherë në Bashkinë e Matit tashmë kanë vjuar, kanë nisur numërimi i kutive të para, deri tani janë numëruar 4 kuti dhe kryeson kandidati i Partisë Socialiste Altin Bojni me 585 vota, pasuar nga Eduard Brahilika me 259 vota dhe Suzana Pashaj ka marrë vetëm 33 vota. Kandidati i Partisë Socialiste është edhe kandidati zyrtari i kësaj partie, ndërsa Eduard Brahilika është kandidati i pavarur i cili është mbështetur nga opozita. Nga ana tjetër, Suzana Pashaj është gjithashtu kandidate e pavarur në këtë zgjedhje për Bashkinë e Matit. Ajo vjen nga radhët e Partisë Socialiste, pasi ka qenë edhe kryetare e forumit të gruas në Mat për Partinë Socialiste. Në deklaratat e saj në media ditën e sotme, pasi ka kryer dhe procesin e votimit, ajo është shprehur se ka vendosur që të garojë për këtë zgjedhje, pasi nuk e ka parë si të drejtë vendimin e Partisë Socialiste, partisë së saj, për të nxjerrë një kandidat tjetër për këtë zgjedhje, për të nxjerrë Altin Bojnin për Bashkinë e Matit dhe jo atë. Ndaj ajo ka vendosur që të garojë si e pavarur, por duket se kjo nuk i ka përçarë deri tani votat e Partisë Socialiste, pasi Altin Bojni vjen të kryesoj bindshëm në këto 4 kuti të para që janë numëruar deri tani në Bashkinë e Matit, ndërsa do duhet të presim për të parë më tej nëse do të ketë një përmbysje të rezultatit. I gjithë procesi i votimit ditën e sotme në Bashkinë e Matit ka vijuar normalisht që prej orës 7 të mëngjesit deri në orën 18, nuk ka patur problematika apo incidente të cilat të mund të kenë ndodhur në qendrat e votimit. Gjithashtu i vetmja problematik që është raportuar ka qenë një problematik me identifikimin e pajisjeve PEI. Në 6 qendra votimi ka patur raste kur pajisja PEI nuk ka bërë identifikimin e votuesit, por në këtë rast komisionerët kanë mbajtur proces verbal dhe kanë vijuar me identifikimin në mënyrë manuale, pra duke marrë të dhënat nga mjeti i identifikimit të votuesit. Në total, sipas raportimeve të KQ-s deri tani që janë përditësuar deri tani në faqen zyrtare të KQ-s, rezultoi që Bashkia e Matit është një nga bashkitë me pjesëmarrjen më të madhe të votuesve sa i përket në raport me bashkitë e tjera ku janë mbajtur gjithashtu zgjedhje ditën e sotme, me 39.23% të pjesëmarrësve, me votues me 8.270 qytetarë të cilët janë drejtuar qendrave të votimit ditën e sotme në 8 njësitë e Bashkisë Mat, të shpërndarë në 47 qendra votimi. Por mund të themi që është një përqindje pak më e ulët krahasuar me zgjedhjet e shkuar, pasi në 2023 në Bashkinë e Mat morën pjesë rreth 46.8% e votuesve, ndërsa në 2025 ka patur një pjesëmarrje më të lartë me 49%. Pra një ndryshim mes zgjedhjeve qendrore dhe atyre lokale. Bashkia e Matit u fut në zgjedhje të parakohshme për shkak se kryetari i Bashkisë së Matit, i cili u zgjodh nga zgjedhjet e 2023-shit, Agron Mala, i cili fitoi garën me 8.525 vota me 66.11% në 2023-shin, vendosi të bëjë pjesë e listave për të kandiduar si deputet, ku arriti të siguronte mandatin e tij dhe u bë pjesë e kuvendit, duke lënë kështu një vakancë në Bashkinë e Matit, vakancë të cilën apo pozicion të cilën Altin Bojni e ka mbajtur përkohësisht, duke qenë se ka qenë edhe kryetari i Këshillit të Bashkisë së Matit, por kësaj here garon për ta marrë si detyrë edhe zyrtarisht përballë 2 kandidatëve të tjerë, përballë Suzana Pashajt, e cila vjen gjithashtu nga radhët e Partisë Socialiste, dhe përballë Eduard Brahilika, i cili është edhe kandidati i mbështetur nga opozita, megjithëse në zgjedhje ka dalë si kandidat i pavarur. Lusi, Mati është bashkia e cila ka përqindjen më të lartë se bashkitë e tjera që janë votuar sot në të votimit. Me sa duket për shkak të kësaj përqindje nuk do të jetë si qytetet e tjera, ndoshta si Berati që për 2-3 orë do të kemi rezultatin fitues, po ndoshta do na vonoj pak më shumë, Mati.
Duke qenë se Bashkia e Matit mund të themi që ka patur deri tani krahasuar me bashkitë e tjera një pjesëmarrje të kënaqshme në votime, mund të themi që procesi i numërimit do të zgjasë mund të përparashikoj që rreth orëve të para të mëngjesit të ditës së nesërme mund të kemi edhe një rezultat në rast se numërimi do të vijojë pa ndërprerje gjatë natës së sotme. Ndërsa sa i përket të Bashkisë së Matit, duke kujtuar kështu zgjedhjet e shkuara, Agron Mala i fitoi me 8.525 vota, ndërsa Partia Demokratike me kandidatin Skënder Gjuthi arriti të merrte vetëm 4.370 vota, por të duhet të presim më tej për të kuptuar rezultatin e këtyre zgjedhjeve nëse do të merret sërish kjo bashki nga Partia Socialiste apo do të ketë një shans Partia Demokratike, duke qenë se përballë ka dy kandidatë që vinë nga radhët e Partisë Socialiste dhe kjo mund të ndikojë edhe në pozicionin e votave. Por sa i përket 4 kutive të para që janë numëruar deri tani, duket se Suzana Pasha, e cila është edhe kandidatja e pavarur që vjen nga radhët e Partisë Socialiste, nuk do të ketë një ndikim të madh në votat për partinë e saj. Gjithsesi le të presim përfundimin e numërimit për të parë se cili do të jetë kandidati fitues. Falenderoj shumë Lucy që ishe me ne.